Hetimet për ngjarjen e rëndë në Lozhan, ku si pasojë shkëmbimit të zjarrit, mbeti i vrarë efektivi i policisë Enea Mekolli, ndërsa u plagose Dison Adri, kanë zbuluar detaje të reja. Në stanin ku fshihej Violandi Braçellari, policia gjeti 3 armë, Kalashnikovin me të cilin ai shëlloi ndaj efektivëve, një pushk model 56 dhe një çifte. Gjatë kontrolleve nuk është gjetur municion, çka i bën hetuesit të dyshojnë se Braçellari ka përdorur të gjithë arsenalin që kishte në dispozicion gjatë përplasjes me policinë. Në vendin ku ai ishte strehuar, është gjetur gjithashtu një radio policie. Sipas burimeve hetimore, gjatë zhvillimit të operacionit, efektivët kanë fikur radiot e tyre për të shmangur ndërhyrjet dhe për të mos lejuar që komunikimet të përgjoheshin nga Braçellari, nga hetimet e kryera nga prokuroria dhe AMP. Për zbatimin e procedurave dhe protokolleve nga ana e Drejtorisë Vendore të Policisë Korçë, nuk janë konstatuar shkelje. Sa i përket mungesës së një kërkese për ndërhyrjen e forcave speciale Renea apo të forcës operacionale, grupi hetimor vlerëson se policia e Korçës ka bërë një vlerësim korrekt të nivelit të rrezikshmërisë së Braçellarit, i cili ishte i dënuar për veprën penale të prodhimit dhe shitjes së lëndëve narkotike dhe jo për vepra të rënda penale kundër jetës. Sipas hetuesve, angazhimi i forcave Renea vlerësohet rast pas rasti dhe nuk përbën një detyrim që zbatohet në çdo operacion policor.